Rej Manaj ka tundur rjetën 2 herë dje për Al Sharia në Championsin Aziatik. Në fund skuadra Manajt mori fitoren e çmendur 4-3 ndaj Al Garafës. Fillimisht Manaj mori përsipër penallti në minutën e 60 dhe nuk e quajti as pak mirë, ndërsa portieri rivale kuptoi krahun duke shpëtuar nga goli. Manaj ishte me fat pasi topi u kthye më pas pikërisht tek ai. 28 vjeçari nuk fali duke dërguar topin në rrjet për të rihapur sfidën me rezultatin 2-1 dhe Kamara, që është shok skuadre me Manajin, vendosi baraspeshën në shtëpi. Joselu, fituesi Championsit me Realin nga penalltia, riktheu Al Garafën në avantazh, megjithatë Al Sharia nuk ishte dorëzuar ndërsa dhe Fetai po luante. Manaj mrekullisht vendosi baraspeshën nga goditja e dënimit kur kronometrohej minuta 91. Ky moment i dha zemër Al Sharia për përmbysjen e çmendur 4-3 ndaj Al Garafës. Sfida ishte e vlefshme për raundin e parë. Me ekipin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Manaj i kishte 2 golat e parë në Championsin Aziatik.